bravo. Pisi shpejt. Kapen më. Afroni, vajza, afroni. Jo, është pjesa 2 kënë djatë. Po mi më lëgjin, më lëgjin. Hajde me vajza, hajdeni. Hajdeni me plis, Hajdeni me plis. 4 plisa. Me plis për Paris, hajde. E të mërshme. Nuk morin. Gabi që i plan mërë, i fut njonin plan mërë burë. Që e më të bomë, që të pa flokë. Po regullu flokët mërë buri dhe o dhe janë të mërshme. Si më të vinë ato. Dekse. Barja. Atere... Kemi këtë rastin e këtyre divorceve që dajnë që të merri madhë. Idiote shqiptare, kupton... Ditlindjen, sigur të në pension. 35 vjetorin po feston. Të trashëgosh ose mirë kodra. Falinderit nuk Pas jetën e gjatë. Nuk kohë këtu. U bone për patente dhe ti. Majoren, voton këtë vit. U rritë edhe kjo, u rritë. E më të shi. U rritë. Normale. Bajza, falinderit e gjithë. Falinderit. Zoti në dhënd men. Falinderit, e kur ajo me përballu ata që nuk kanë përballë nesh. Ju falinderit e gjithë. Po qishte kjo kështu, apo, ha? Po pse kështu, me hile? Po ishte data, në rasti, dhe shikon. Nese, ju falinderit. Bajza. Dhe unë thash që pse po i thret kyqin pjesë dytë këto, si tha, hajde. Si ta bënim surprizën e si e hongra kur ti thrisja. E pra ha, se në karon vigilenca fare, në karon. Kur ti thrisja, ke publiciteti para fejësiut. Kishin mik atëherë. Atere, po flisim për këto divorcet shqiptare. Jo, për tendencën si ndajmë ne shqiptare gjëra, tokat, familjen, si ndajmë. Në fakt, tu tek ne diskutohet shpesh për media me analistët e tjerë, numri lartë i divorceve, që thënë ka vajtur si bota e tjerë. Ta them unë, në 10 martesa 4 janë divorc. Po mirë pra, është një proces që për sa kohë njohjet sot janë pa bazuara në njohjet thella, nëpërmjet Instagramit, 3-4 mesazheve dhe shkojnë martohen, sigurisht do perceptojnë një divorc shumë shpejt. Nuk po hyj kësaj pjese. Po tek ne nuk është problemi që ndahen, sigurisht që ky është një problem social. Problemi më i madh është mënyra e ndarjes, pas ndarjes e pas, se si trajtojnë njëri tjetrin dhe ca më keq fëmijët që janë në mes të divorcit. Se si sillen me njëri tjetrin dy njerëz që e kanë dashur njëri tjetrin. Por te ore nuk duani më. Ka pasur një dashuri. Po keni pasur në martesën një fëmijë bashkë, nuk di. Një frut dashurie që është një fëmijë djalë apo vajzë, secila pjesë, jo vetëm vajzat, zonjat, po dhe zotrinj, mundohen ta konsiderojnë si plaçkën e tyre, si një fitore, një plaçk lufte mjet hakmarrje. Dhe kanë të gjithin aty. Pra e privojnë të takoj qoftë nëna apo babai. Duke e manipuluar, duke folur keq qoftë për nënën apo për babain, se është nga dy akrahat kjo, kupton? Madje sot do dëgjoni që i thotë fëmia, e ka regjistruar babai, sepse ai kërkon që të takoj fëmijën se ka qenë qershor 2025 që nuk e takon megjithëse gjykata, që nuk e rru një ring të vend për vendim gjykata, ka caktuar qartë e pasur ditën e takimit që është shtuna. As do ta di zonja atje përballë, edhe nuk alarmohet një ring të vend që një vendim gjykate. Gjanëm, ne kemi treguar dhe gjykatës lartë që këtu nuk është as për të lartën, as për të urtën, as për... I vurë, Nese, do të gjoni fëmijën që i thotë më tha mami që babi do vdesi. Para shiko ka fatin kjo, qa është kjo? Po kuj di unë që është atje, ka i dyqan atje. Po që keni këto me një fëmijë të vogël, po qanë këto mërë. Edhe i thotë ti se takosh më kur fëmijën tim. As njerë. Që që e thotë punë unë baba. Paguj lekët nëse do me taku. Paguj lekët. Pensionin ushimor që ka caktuar gjykata e paguan të gjithin. Kokër më kokër. Kaq, maroj. Hapi i parë. Divorci mes prindërve dhe pamundësia për të takuar fëmijët është një problem i trajtuar jo pak herë në emisionin Stop. Dritan Mandro denoncon ish-bashortën e tij, pasi prej një viti nuk e lejon të takojë djalin. Quhem Dritan Mandro. Kam qenë i martuar me zonjën Alseda Zeqiraj nga viti 2018, pastaj kemi nisur procedurat për divorc në 2021, kam marrë formë të prerë në 2024. Pse vendosët të ndaheshin? Ishën konflikte të vazhdueshme. Kemi një djalë 7 vjeç nga kjo martesë. Ju zgjidhet martesën. Gjykata çfarë vendosi për takimin tuaj me fëmijën? Vendosi që duhet ta takoj fëmijën çdo ditë shtunë, nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 6 masdite. Plus kësaj të kem edhe komunikim të vazhdueshëm, është pjesë e vendimit të gjykatës, komunikim të vazhdueshëm çdo ditë me fëmijën. Dhe gjithashtu që ju të paguani një pension ushqimor ndaj fëmijës në masën? Në masën në 100.000 lekë. E keni paguar këtë pension ushqimor? Po patjetër që është paguar pensioni nga momenti që është bërë kërkesa e divorcit, edhe deri sot që ne flasim, pensioni është paguar edhe do të paguhet gjithmonë. Ku qëndron problemi? Pra pse nuk mund të takosh fëmijën dhe sa kohë ke pa e takuar? Zonja e trajton fëmijën si armë, e mban si armë edhe si
hakmarrje dhe si do të nxjerrë të gjithë urrëtitjen ndaj meje, pa marrë parasysh domethënë se çfarë të keqe po i bën ajo fëmijës vet. Nga qershori i vitit 2025, edhe deri tani unë nuk e kam takuar dhe nuk kam komunikuar me djalin. Kemi provuar me zyrën përmbarimore, kemi realizuar vetëm një takim, pjesët e tjera zonja ka qenë shumë kundërshtuese dhe nuk është bërë asnjë dhe sot unë nuk arrit dot që ta takoj fëmijën dhe të kem qoftë edhe një komunikim të vetëm në telefon. Kërkoj të takoj djalin tim. Kjo histori, si të gjitha histori që ndodhin në këtë vend, duket si njësoj, edhe në fakt është njësoj, ndryshe vetëm emrat e fëmijëve dhe të prindërve, qoftë nëna apo baba. Që nga qershori 2025-s, se ka parë djalin fare, me gjithse gjykata vendosi, 2 pika, çdo ditë të shtunë, ta marrin në orën 10, ta kthejnë në orën 6, dhe taksative. Po. Taksative. E ka shruve gjykata atje, nuk ka viu, dhe të ketë komunikim. Që komunikim, më thoni zotëri gjyqtar. Unë jam me ju në këtë rast, por si t'ja bëjmë këti vëndi që vendimet e gjykatave janë... Këtë ju në është fletë gjykata këtu si me të folë një komshi që kam probleme mendore, zot falës edhe i gjunaf. Nuk është mirë i shkrejt e lere, nuk është mirë. Se dhe këta që nuk janë mirë, se e kam thënë njerë, ke vërën e këta që nuk janë mirë, dalin rrugës e shajnë dynjon. Po kur s'është mirë, pëse nuk sa vetën e i përsha dynjon, këmë se ka dhe një problem si i ka kapur. Me qa drejtimi e ka qarë. Pa shu e ka këtë dynjon. E ka dalë se, jo hyrëse. Vendim gjykate, që haman, vendim gjykate. Pra, se këtë po pritë që të shite dhe e them jam qik me nerva vajza dhe do më falni. Jo, s'ka problem. Pra, ke kohë deri viti tjetër, këtë kam po të bosh me nerva. parashikuar që të premten, vajzat flasin për një ligj që dënohesh qoftë se bën udhëtime kështu për arsye seksuale. Pra, nëse udhëton jashtetit për të bërë seks, të dënojnë këta këto. Pra, këta kokat e kombit që kemi ne që merren me ligje, gjetën kohën për të marrë me të lloj ligji. Është problema jo. Është problemi i madh. Dhe nuk gjetën kohën sot në këtë vend të sheshojnë mirë të vakume ligjore që veti vendim gjykate nuk e pjerë njërin botë. Qoftë kjo non apo ba për fëmijën, qoftë kjo ndërtues apo sipërmarrës, qoftë ky nëndrejtor apo drejtor apo çfarë tjetër. Pra këto kanë kohë e merren që udhëtimet për seks jashtë dënohen e kujtun. Po mirë më okay. Je Nikolaj këtu, se në Europë ta merr shteti, ta merr paketat sociale kalamonin. I thotë e drejtën e prindërimit si të heqin pikët në patent. Pra ne luni cingla këtu ju. Prandaj, ju zotëri, duke parë që në këtë vend nuk fare gjykatat apo institucionet e tjera, kaloni ke këto ligjet, ju e kërkoj Europa, duke plotësuar këto kapitujt. Mirë po, më shohini këtu në gjonave tjera që të funksionojë realisht një gjë. Si mundet sot guxoj qoftë baba apo nën, vjerë apo vjera, ku diun, ç'kemi treguar këtu? Ai lini këto ligjet e gjinive, ne me 2 gjinies po merremi vesh, jo ta fuzi 7-8. Edhe ama pa zotë. Ndiem kom karrike, ashtu ndiem. Kështu ndiem, si kom karrike. Ta them të drejtë, pse s'ka ditë ku ndjem unë këm karrike që të rraf të tjerët, me ta thon drejtën. Sot ndjem shkop bejsbolli. Ashtu. Vazhdimi. Ka qenë babai ai i cili ka dërguar disa video dhe audio në redaksinë e emisionit Stop. Mua pësa maru që soja ti nuk dua të vijë për ty. Prandaj nuk pranove. E mirë. Ti ishe më zitur? Jo, unë nuk kam qef të takoj. Kam shumë qef të takoj ty. Nuk përzitet me ty, kur. Si e thot mami? Do vdesi ai kush? Ti. Po pse? Se... Tani do ikim te mami. Jo, do ikim te mami, se do të shoj se mbaroj orari. Në një bisedë të zhvilluar rreth gati një vit më parë, zonja i shprehet ish-bashkëshortit të saj se nuk do t'ja lejojë më takimin me djalin. Po më thuaj. Nuk për ta takuar kurrë më. Po? Edhe në distancë me çunën dhe me mua. Dakor? Me ty unë në distancë kam qenë dhe ty nuk kam dashur asnjëherë as të afrohem as të takoj, çunin. Jo, afrohesh fare në distancë. Për çfarë arsye?
japësh kokër më kokër lekët që I takojnë punës. Lekët ti e di shumë mirë që unë lekët I kam dhënë dhe do t'i jap gjithmonë, por unë pse nuk duhet për ushqimin, nuk për rrobat. Okej, e di. Do ta dërgosh në bank, nuk do ta takosh fëmijën kurrë. Po si do më thënë mos ta takoj fëmijën, do më thënë se unë duhet përgjigjem për të gjitha detyrimet. Unë atë kam lënë shtëpinë, atë kam lënë në shtëpi, atë kam praktikisur fëmijën, a jam përgjigjur për fëmijën. Shiko, mos ja hap probleme vetës, kaq po them. Po me çfarë probleme vetes duhet I hapun? Kaq. Mos ja hap probleme vetës, bëu I zgjuar, jep detyrimet, çuni s'ke për takuar më kurrë, do mbash distancë me çunin dhe mua. Pra ishte fëmija që thotë, mami më thotë që do vdesi babi. Pse ja thoni fëmijës 7 vjeç të gjë? E pat fëmijën që s'do t'ikin nga japi, pse e përçudnoni fëmijën? Pse temperamentin e tij, karakterin e tij nuk di domethënë, nuk s'ke për të takuar më djalin, I thot nusja. Fëmia juaj. Mos I hap probleme vetes. O zonjë, e nderuar. Sigurisht nuk e uroj kur divorcin apo problemet që mund të kesh ti. Po në këtë rast, në fakt, kjo fjali që I thua ish bashortit tënd, mos I hap probleme vetes, po të funksionojnë gjërat mirë dhe pas këtij momenti do funksionojnë me ty, je do I hap ti probleme vetes. Se je duke shkel me 4 agomët, një vendim gjykate që është I panegociueshëm. Do thush ti përmbarimi e më thehet, thash, apo një avokat që njeh gjyqtar apo një kudiun tjetër, po jo pra jo. Këtu pra është ajo që thash, ligji për udhëtimet seksuale. Këtu sot duhet të ketë një nënen bës shtata që kush person nuk ekzekuton apo bëhet pengesë për ekzekutimin e një vendimi gjykate, dënohet me 10.000 euro, dënohet me marrje shtëpie, dënohet me burg dhe me heqjen e drejtës prindërimit, pak në rastet e divorceve. E të zeni me një ere mirë më për është të mërshme. Ti kujton se je nëna dhe je gjithë shka për atë. Ja! Je nëna e pasvëndësushme, por mos harroj që ai djalë ka nevojë për figurën e babait. Me rronë do ta dashosh, të jap leje për në distancë. Për distancë ka nevojë, ka leje në xhep ai. Ai do ta takoj afër. Kam një kështu dylbi, un teleskop që shoh Jupiterin, ta mori të shohë tunin me atë. Po të jap leje në distancë. Vazhdimi. Ne udhëtuam drejt qytetit të Fierit për të takuar nënën e fëmijës, por në fakt nuk morëm asnjë përgjigje përsa I përket mosbatimit të vendimit të gjykatës. Pse nuk mundet zotëria ishte takoj fëmijët? A I ka të drejtën si baba, apo jo? Marrësh me kamër, se kam avokat. Po, shumë I që ke avokat. Zotëria, pse nuk mund të takoj djalin e ti? Mund të di pse a pengon të drejtën babait për të takuar djalin? Mund të di pse nuk e takon djalin? Jo, hajde të flasim si që është për të folur. Pse po ja pengon takimin me djalin? Pse nuk po e zbaton vendimin e gjykatës? Ka marrë për të arritur një marrëveshje. Mund të flisni? Mund të di pse zotëria nuk e takon djalin? Prej një viti? Do më kthesh I përgjigjen. Pse nuk e takon? Pse ja mohon të drejtën? Ose më thuaj, çfarë pretendimesh ke ndaj zotërisë që nuk ja lejon djalin për të takuar? Do më kthesh I përgjigje? Mund ta sjellësh djalin ta takoj zotëria tani? Kur ka një vendim gjykate që zotëria duhet të takoj djalin, pse se takon? Ikte avokat. Për çfarë të shkoj te avokati? Për çfarë të shkoj te avokati? Po. Pse nuk e takon zotëria? Ikne djali sti. Hajde se do vi dhe unë të djali, pra. Po, shumë dakord. Do striknu te kabrat, ikën di. Merr djalin. Pse nuk e takon zotëria djalin? Hajde se do vi dhe unë të djali, ta takoj. Hajde, drejta.
Pra Viola Lito vajti ke zonja atje, dhe punë në dyqan që kishte, flise, largo kamrën, është avokati im, pra, po mirë, nuk e diku që është avokati jot. Mos ja bëni fëmijës tuaj këtë, mos ja bëni. Nuk të ka thënë avokati që zonja e nderuar klientja ime. Vendimet e gjykatave janë të padiskutueshme. Patjetër, fletët që t'jetë përmbarimi për ekzekutim vullnetar apo detyrueshëm duhet t'i zbatosh. Po çfarë bëjnë? Çfarë bëjnë? Përmbarimi ka dhënë një gjopë për mos zbatim vendimi gjykatës, se këtu është me lyt menç. Pra një institucion privat që është përmbarimi këtë rast, i vej një gjopë që ti nuk ekzekuton një vendim gjyqësor që është superior, nuk ka, domethënë. Se zbaton të vendimin e gjykatës, mi po të vej një gjopë. Kjo ka nki mu gjopën në gjykatë, nja 5-6 vjetë gjopa, pasaj hajde folim në takopës takot të kia. Kanë të tërmik një avokat që i janë 3 vit. Pra, ky ngërç, ky handicap i madh ligjor që ekziston këtë vend, përpara atij ligjit për marrëdhënie seksuale jashtë shtetit apo ku diun çka keni bë, duhet të ishte kjo që nuk ka dyshim për zbatimin e vendimeve gjyqësore, për divorce, për tje, për atë, për këtë. Pra i teket një nënës do, i teket një babes do, se në mes është vjera dhe i futi vendim gjykate një ankimim gjopës që i ka vënë përmbarimi. Pra e detyron përmbarimi që të batosh një vendim gjykate. Jo, kjo është e pa diskutueshme. Variantet brenda saj pastaj hajti diskutojmë. Po jo, mos tjetë shtuna, po tjetë djela. Dakor, le tjetë djela që ta marri babaj në kompromis. Se këtu ju teket dhe gjyshërve dhe dajeve dhe hallave, mos të takon. Po kemi treguar këtu që ja mori. Janë përfshirë të tërë në këtë histori. Baba gjallë ja marrni fëmijët gjyshërit. Edhe jo thot psikologja, ja, ba nuk e. Ja mate daja. Ta maj daja dhe gjyshë, apo ka babën gjallë. Jo, tha babaj nuk e ta maj gjyshi dhe gjyshja. Me lyt menç këtë vend. Po, ku di unë që të themi shkreti se, hami, që do bëhet në të vend? Do bëhet kë? Nuk beso, Po për qa flasim në këtu, natë për natë? Po s'beso? Që që minon, je vetëm 25 vjeqë dhe s'beso? Nena ka 60 po besojmë akoma. Edhe kemi shpresë. Edhe kemi një shkëndi që mund në lindja shumë. Dijeni pak. Duke që se vendimi gjykatës ka marrë formë të prerë, pyetja që shtrohet është cilat janë veprimet e kryera nga zyra përmbarimore. Sa po është paraqitur pala kreditore, me njëherë ka nisur veprimet procedurale nga ana e zyrës tonë, janë lënë disa herë takime për të bërë i mundur ekzekutimi i vendimit të gjykatës, por për shkak të pengesës që kemi hasur nga nëna e fëmijës, nuk është bërë i mundur takimi me fëmijën. Zyra jon ka marrë masa ku është gjobitur pala debitore dhe për këtë jemi në një proces gjyqësor. Jemi në kundërshtim të veprimeve përmbarimore. Me sa po të përfundoj procesi, ne do të marrim masat e tjera sipas dispozitave ligjore në fuqi. Është bërë një kallëzim nga ana juaj për mosbatimin e vendimit të gjykatës nga ana e zonjës? Ezaurohet një pjesa e masës administrative, pastaj kalohet në kallëzim për ndjekje penale. Duke mos pasur një version të zonjës, sipas ankesës që ajo ka kryer kundër masës administrative për kundërshtim me veprimet përmbarimore, zonja shprehet se djali nuk do të takojë babain e tij dhe veprimet e ish-bashkëshortit të saj janë traumatizuese. Ndërkohë që sipas raportit të psikologut të rastit, thuhet qartë se nëna e ndikon fëmijën dhe ka penguar takimet me babain. Qytetari ndodhet brenda ambienteve të Komisariatit të Policisë Fier për të bërë një kallëzim për sa i përket mosbatimit të vendimit të gjykatës nga ana e zonjës, ku ky vendim ka përcaktuar qartë se babai do të takojë fëmijën ditën e shtunë. Dhe na u tha se Komisariati i Policisë Fier do të ndërmarrë të gjitha hapat në lidhje me këtë rast. Jo, është në gjyqta, kanë as veprimet përmbarimore zbatohen, as vendimet e gjykatës, ka një ngecje totale, ka një... Tani vajti zotëria bëri, për s'takon fëmijë më 100 qershorësh me lyt menç më bëri dhe atë. Më çfarë ndodhi? Kishit probleme, tuajat unë datë, vendosi gjyqi, mbaroi. Nuk është pjesë fëmija në konfliktin tuaj, më nuk është pjesë, nuk ka fajnë. Pa çfarë niveli. Nuk i zgjedh fëmija prindrit më njerëz, o njerëz nuk i zgjedh fëmija më. E di çfarë është s'ka faj fëmija i shkretë. Më trishta në këtë histori, niveli prindëror që kanë, qoftë burri apo gruaja, bashortja apo bashortja, që e shohin fëmijën, më thënë si ajo plaçka e luftës. E fusin dorën ka ajo arga me flori të argjënt, me florinja apo monedha të argjënta dhe hedhin kështu, bravo ti luftove, ti mere ti kalan, ti këtillën. Tendenca që kanë ta përdorin për t'u hakmarrë, se përfshini fëmijën këto histori, këto telenovela, lejeni ra të rritet.
I pasha zotin po ja them kësaj nëne dhe jo vetëm, apo babalarve të tjerë që manipulojnë fëmijët kështu. Kur të rritet, se vitet kalojnë shpejt. Gjatë disa mirë do jetë këtu me Gentin, kur ai fëmijë bëhet 18 vjeç, ndoshta nuk do vini kur ta ankoni, po do ndjeni si do kthehet bumerang e gjithë kjo histori, qofshit nën apo baba. Themi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.